Vëllezër, falëndrimi I takon Allahu subhanahu wa taala që na boni prej umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Falëndrimi I takon Allahu subhanahu wa taala që na boni prej muslimanëve të cilët e praktikojnë Islamin. Falëndrimi I takon Allahu subhanahu wa taala I cili na dha udhëzimin që ta shohim të vërtetën si të vërtetë dhe ta shohim të kotën si të kotë. Gjithashtu, falëndrimi I takon Allahu subhanahu wa taala I cili na mundësoi që t'i madhërojmë çështjet të cilat I ka madhëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë çështje do të flasim sonte inshallah. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Dhalika wa man yu'azzim masha'ir Allahi fa inna dhalika min taqwa al-qulub." Thot Allahu subhanahu wa taala. Pra kështu që ai I cili I madhëron çështjet fetare, I madhëron adhurimet, I madhëron çështjet të cilat Allahu I ka madhëruar, kjo më të vërtetë është prej devotshmërisë. A ne dim që jemi në muajin të cilin prej neve kërkohet finalja që neve të jemi të devotshëm, të dalim nga ky muaj të devotshëm. Për këtë arsye vëllezër, është e vërtetë se në këto net ne duhet ta shtojmë leximin e Kuranit. Në këto net ne duhet të shtojmë faqet që lexohen gjatë teravive, që lexohen gjatë namazit të natës. Kjo është e vërtetë. Por ka diçka që është pak më e madhe se kjo. Është mu kjo që e përmenda më herët. Pra ti madhërojmë, ti madhështojmë këto net, sidomos natën e Kadrit. Sepse vetë Allahu subhanahu wa taala neve na ka treguar në surën Al-Qadr, duke filluar prej emërtimit të asaj sure. E ka thënë surën Al-Qadr, I ka dhënë Qadr, I ka dhënë sha'n, I ka dhënë pozitë kësaj sure. Kësaj nate. Pra e ka thënë Lejletul Qadr, e ka thënë nata e Kadrit, nata që ka peshë. Edhe një kuptim tjetër, natën të cilën ndahen e xhelet e rrisku dhe kështu me radhë për një vit. Pra është nata me kadër, me peshë. Pastaj nuk është vetëm kjo. Në këtë sure Allahu subhanahu wa taala përmend edhe shumë pika tjera të cilat don të na bëjë me dije se kjo natë ka peshë tek Allahu subhanahu wa taala, pra edhe te neve duhet të ketë peshë. Prandaj çka thot Allahu subhanahu wa taala pastaj? Thot dhe na tregon se kjo është nata të cilën çka ka zbrit Kurani. Është nata në të cilën ka zbrit Kurani si një tërësi prej Lauhil Mahfudhit ku në qiellin e dunjas. Pastaj pra ty ka zbrit sipas nevojës dhe rasteve të ndryshme brenda 23 vite. Allahu subhanahu wa taala për këtë natë thotë është natë në cilën ka zbrit Kurani, është natë e bereqetshme që ka zbrit Kurani. Në kësi natë bereqetshme vëllezër, edhe melekët nuk krijon natë. Kësi natë bereqetshme, natë të cilën Allahu subhanahu wa taala ka shumë vlerë kjo natë, çka edhe melekët me lejen e Allahut subhanahu wa taala zbresin këtë natë. Zbresin jo vetëm melekët, por zbret edhe meleku më fisnik Xhibril alayhis salam, I cili po ashtu ka të bëjë me shpalljen me këtë arsyen e vlerësimit kësaj natë si natë madhështore. Pra është nata më e mirë e vitit. Është nata e cilët, siç thot Allahu në Kur'an, تتنزل الملائكة فيها والروح بإذن ربهم من كل يوم. Pra do të zbresin melekët për të cilat I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë sa është numri këtyre nëse bëhet pyetje. Sa është numri këtyre? I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka treguar sikur guralecat. Sa ka guraleca në dunjë? Shumë vëllezër. Nata e Kadrit është natë e cilën është mbushur toka plot me melek, me ëngjël. Të cilat ëngjël nuk bëjnë diçka tjetër vetëm se gëzohen kur I shohin njerëzit të cilët janë dobu, janë bë bashk për çka? Që këtë natë ta kalojnë me namaz. Dhe u japin selam atyne. Ju japin selam atyne, qofshin ata në xhami sikurse këtu, që na mbledh për ta madhëruar Allahun subhanahu wa taala, po qoftë edhe në shtëpi. Kryesore ata janë melekë të cilët kërkojnë vende ku falet namaz, kur adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj e dimë neve që vetë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kuptojmë që natën e Kadrit më smirti është njeriu ta kalon me namaz. Më smirti është që njeriu ta kalon me namaz. Nga e kuptojmë? Men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pra ai cili natën e Kadrit e kalon me namaz natën, do t'i falen gjunahet e mëhershme, si duke besuar në të dhe duke besuar në të dhe duke pritur shpërblime apo shpresuar në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në këtë hadith ka sinjal
se Allahu subhanahu wa taala dëshiron që neve ta madhërojmë këtë natë fillimisht me zemrat tona. Ta madhërojmë këtë natë fillimisht me shpirtin tonë. E pastaj t'i shtojmë punët e cilat janë të preferuara gjatë kësaj nate. Pra vëllezër, nuk është çështja a është vajxhib të falet njeriu natën e Kadrit. Ne dimë që nuk është vajxhib, nuk është obligative njeriu të falet natën e Kadrit. Sikurse njëjtë thonë dietarët, nuk është vajxhib dhe obligim njeriu ta falet edhe namazin e vitrit. Apo, mirë po, çka thonë dietarët? Dëshirojnë për ata të cilat kanë iman, dhe ata të cilat kanë logjik çëndosh. Thonë, bile kanë ardhur deri në shkallë për vitrin sidomos, thonë që ai i cili i bë atij të cilit i bëhet normale mos falja e vitrit, atij mos ia pranoni dëshminë. Deri në këtë pikë. Jo se a është vajxhib apo nuk është vajxhib, nga ai prizëm që njeriu duhet ta madhëron një çështje që ka madhruar Allahu subhanahu wa taala. Është vitri është prej syneteve shumë të fortë, që nuk i kanë dhënë pejgamberi. Njëjtë është kjo çështje me natën e Kadrit. Pra nata e Kadrit është natë vëllezër që Allahu ka madhruar shumë dhe ka peshë të madhe te ajo. Bile na ka treguar që njeriu i cili e kalon dhe përjeton këtë natë me adhurim, me madhështinë në zemrën e tij, fillimisht pastaj edhe me punë, me praktikë, me namaz, çka ndodh për të kjo natë do të jetë më e hajrit se 1000 muaj. Dhe dietarët kur flasin për këtë përjetimin, për kushtimin e personit, sa në varësisht thonë, Allahu alem thonë, mirë po thonë varësisht prej asaj që përjeton njeriu, kjo hajrie, kjo më mirë se 1000 muaj që ka ardhur në ajet, nuk dihet sa është. Nuk e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Sa është ajo më e mirë se 1000 muaj, sa më e mirë. 10 fishin e 1000 muajve ama tepër. Sa është? Prandaj dietarët çka thonë? Varësisht muslimani si e përjeton këtë natë, fillimisht me zemrën e tij, duke madhëruar këtë natë, duke madhnuar këtë natë në zemrën e tij, te ai ndoshta është 100.000, 200.000 muaj më tepër, 300.000, varësisht thonë dietarët ti sa si e përjeton. Prandaj ka lënë Allahu khairun, më e mirë. Nuk ka thonë është kelfis e shahr. Jo, khairun min alfi shahr. Më e mirë. Prandaj elusim Allahu subhanahu wa taala të na mundson këtë natë, qoftë sonde, qoftë nesër, pra 10 e fundit të mundohena maksimalisht t'i kalojmë me këtë përkushtim, me këtë madhërim të kësaj nate. Pastaj vëllezër, dietarët thonë është një grup ditën e gjykimit që ka emrin Ashabul A'raf. Për këto vëllezër është mendimi më i saktë apo më që kanë shumica dietarëve për këto banorë të atij vendi, thuhet se janë banorë të cilët sevapet edhe gjunat e tyre janë barabarta. Pra nuk ka as më shumë sevap, as më shumë gjuna. Është interesant përjetimi se si Allahu e përshkruan gjendjen e tyre. Thot për ta, kur kthehen ka banorët e xhenemit, thonë o Zot mos e bën pe këtyne. La taj'alna min al-qawmi adh-dhalimin. Ose ma al-qawmi adh-dhalimin, siç ka në jetë. O Zot mos na bën për tyre me ata të cilët kanë qenë zullumçar në tokë. Pastaj thot kur kthehen ka anë e xhenetlive, u japin selam thot lem yadkhuluha wa hum yatma'un. Nuk kanë hy, po kanë dëshirë të madhe për me. Pra janë midis, nuk kanë asanej. E thënë dietarët, nëse njeriu nuk e di madhështinë e kësaj nate, nuk ka vepër më të mirë që mund ditën e gjykimit të ndihmon se sa ti ta përjetosh natën e Kadrit me madhështi dhe me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala, që atë ditë ndoshta kur të kesh nevojë për pak sevape, të kalojsh dhe ty në xhenet, aty ku e ke edhe qëllimin, edhe ku e kena qëllimin të gjithë rreth. Për këtë arsye vëllezër, duhet ta kuptojmë se është natë madhështore dhe lutim Allahun subhanahu wa taala të na mundson të na jap furnizimin e kuptimit që kjo natë është madhështore dhe të na fut këtë kuptim në zemrat tona, ta ngulit fort në zemrat tona që ta projektojmë këtë natë sa më mirë. Pra nëse njeriu i cili thot që natë e Kadrit, thosh sinet e tjera, natë e Kadrit, jo mi lodhë, kam punu gjithë ditën, s'ka nevojë të merrem me ibadet. Dietarët thonë ki ka problem në imanin e tij. Ki ka defekt. Nuk mund të jetë njeri i cili ka kuptuar fen. Ka problem në kuptimin e fesë, në kuptimin e madhështisë së fesë, në kuptimin e thella që janë qendrore, epiqendre islamit. Prandaj vëllezër, lutem Allahu subhanahu wa taala që na mundson të kalojmë këto nete që na kanë vetë me përkushtim të plot, në adhurim maksimalisht, si përkushtim po edhe në shtimin e recateve, në shtimin e faqeve gjatë namazit. Kjo është ajo që kërkohet prej neve vëllezër. Është natë, janë net të numëruar, ayyamun ma'dudat. Net janë të numëruar. Shumë shpejt do të vjen Bajrami, edhe pastaj do të themi,
sikur se ta kisha shfrytzuar. A këtë ajën, kjo do të shtohet më e madhe do të bëhet ditën e gjykimit. Tash është e vogël, mi po ditën e gjykimit të sikur të kemë mundësi, kthehen mbrapa, ti fali vetëm edhe 2 rekate namaz në këtë natë, e cila është më e herë se një. Allahu na mundsoft, Allahu na pranoft ibadetet, adhurimet, agjërimin, dhe Allahu na mundsoft ta projektojmë këtë natë madhështore. Në fund dua të falenderoj vëllezërit, të cilët këto organizime i bëjnë në mënyrën më të mirë, më të përsosur. Allahu i shpërbleft, edhe i falenderoj se më dhan mundësinë që unë edhe të flas këtu para juve, edhe pse nuk jam më meritori, por këshilla bën dobi, ashtu siç e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.